personalisht, unë e kam ftuar Edi Ramën dhe e ftoj në çdo kohë, në çdo studio që të zgjedh ai dhe në çdo shesh publik, të ballafaqohemi pak. Dhe të shoh se kush ka shenja të senilitetit, të rrjedhjes, dhe të vitja u tregojmë shqiptarëve. Një, kjo. E dyta, thash, besoj se kjo është gjëja më serioze që unë mund të paraqes para përgjegjësisë time para qytetarëve. Pastaj, lidhur me moshën, të them të vërtetën, unë e konsideroj avantazh. Pse? Sepse rikthimi im nuk ka absolutisht në bazë ambicie për karrige, ambicie për para, ambicie për luks. Nuk del njëri të thotë se unë këto i kam patur edhe në moshë tjerë, edhe në një. Jo, tani as pak. Çfarë më mbetet mua nga mosha tani? Më mbetet eksperienca e çmuar. Po. Sot unë paraqes një program para shqiptarëve me terma konkrete, siç keni konstatuar dhe ju. Por eksperjenca ime qeverisëse më lejon mua të parashikoj me vërtetësi të madhe realizimin e këtij programi. Eksperjenca ime më lejon mua realizimin me shpejtësi të këtij programi. 100 ditët e para do t'jenë 100 ditët e transformimit të Shqipërisë. Pak të eksperiencë të garantoj që nuk do mund të premtoja. Jo. Eksperienca ime ka legasinë, ka trashëgiminë e vet. Pra, në qoftë se them, do vendos minimum jetik 200 euro dhe do bëj këtë sepse do kthej parat qytetarëve. Unë e kam bërë këtë. Kam difishuar rrogat. Kam difishuar rrogat e të gjithë administratës dhe kam difishuar pensionet minimale, kam rrit me 60% pensionet mesatare, kam rrit me 40% pensionet maksimale. Pra, unë nuk eci në një rrugë të pashkelur. Nuk eci drejt të panjohures, përkundrazi drejt një njohure që do ta bëj edhe shumë më të mirë tani. E kam patur pikun të, ta them vërtetën ty. Unë në vitin 2013, kur bëm studimin dhe dolën 15.000 familje shqiptare në varfëri ekstreme, një vendim i prerë do nxirresh nga varfëri ekstreme. Dhe për të dalë në mënyrë eficiente, transparente, u bë digitalizimi i tyre. Nuk fitova zgjedhjet, por sot ata janë pesëfishuar. Më shumë më tepër, sepse kanë rënë te kategori dhe pensionistet, këtu është problemi. Nuk janë më vetëm familjet. Në atë kohë pensionistet nuk ishin në këtë kategori. Si një standard tjetër. Tani me minimum jetik
ne transformojmë, ne zhdukim varfrinë ekstreme. E zhdukim. Tani, eksperienca më lejon mua të di me saktësi se sa është fatura. Eksperienca më lejon mua të më sinqerë të vendos me shpejtësi modelin me të cilin unë do e realizoj këto. Po t'jap një shembull. Çdo vit, gjatë periudhës qeveri, ndaj fondi për rrogat dhe pensionet. Ajo ishte i paralajmëruar që do rriten kaq sepse ishte objektiv. Por tani sillej buxheti tjetër. Buxheti tjetër në fazë paraprake kishte të parashikuar asnjëherë më shumë se 50 milion euro për rrugët. Por projekti im ishte asnjëherë më pak se 500 milion. Këtu ishte dhe çfarë ndodhte? Atëherë pjesa e buxhetit që mbetej pasi u kthehesh qytetarëve në rroga dhe pensione, nisi edhe një nga e para. Ribëhej nga ministra, po dhe edhe nga unë vetë, kemi sinqert, pa diskutim, dhe arrinte në jo më pak se 500 milion euro buxhet për rrugë. Kjo bëri që në qofse në 8 vite të ndërtohen 100 kilometra rrugë autostrada, autostrada, 27 metra gjera, në 12 vite as 1 kilometr autostradë me buxhet të shtetit. As 1 kilometr e vetë me autostradë me buxhet të shtetit. Bypassi i Thierit është lënë në gjysëm. Nuk është vepër e tyre. Është vepër e qeverisë më pashme me financim me projekte dhe me çdo gjë. Edhe gjysmë e ndërtuar. Pra, këta më fal, jo asnjë se e ashtu. Ka ndërtuar 1 kilometër rrugë tek për te Elbasani Brasht. Po. Aty është kaq. Kanë 1 kilometër rrugë Elbasani Brasht kundrejt 100 kilometra autostradë, pa llogarisë superstradat. Sepse vijej buxheti dhe u thuaj tani 500 milion do jenë rrugët. Kështu që ajo eksperiencë më shërben më shumë. Pyetje tjera? Përveç tjerash për ta mbyllë këtë histori. Tani, njerëzit me shumë të drejtë, presin që të kenë lider të ri, tjenë të ri, tjenë kështu, tjenë ashtu. Vetëm një gjë. Uzus të plura do të cebit. Eksperienca të mëson shumë, thot Latini. Unë nuk do të them kësaj herë eksperienca, po historia. Historia plura do të cebit. Në kuptimin e asaj që po të rikthehesh këtij vendit damet më të mëdha ban ata që ishin të ri. Enver Hoxha, Edi Rama. Ata që s'kishin eksperienca. Erdhen. Kjo është e vërtetë. Tani, shif këta çfarë bajnë këta që i fusin në qerë familjarët e vetë për deputet. Thuj tani. Ose të thot që i ri thot, jem antisistemu. Antisistemi, dish do thot anarkist. Po, nuk u them se anarkist është antisistem. Nuk ka, ekziston, është e njohur. Anarkist është antisistem. Pasaj tjetër, jo, është patëricë e qeverisë. Na edhe
unë sot nuk e ke vëreti që unë se kam paraqit do njërë moshën si privilegj, por sot u detyrova të bëj disa shpjegime. Kjo është historia e moshësime.